aftësinë time që sot vite kju për të paraqitur kandidatët për qytetar të parë të Lushtjes, të Divjakës dhe të gjitha komunave të këtij rrethi. Vi këtu gjithashtu për të zotuar para jush se qeveria do të mbështes çdo projekt të zotit Albert Sanxhaku, të zotit Irafli Golea, të kryetarëve të komunave tuaja, për të lehtësuar jetën tuaj, për të përmirësuar jetën tuaj, për të bërë të mundur që mundi, djersa, puna juaj, të marrë gjithnjë më shumë shpërblimin që meriton. Do bëjmë gjithçka. Do bëjmë gjithçka që këto 4 vite Lushnja të shtrohet në një kryeqendër moderne. Lushtjen e zhvilluar, Shqipërinë vend i zhvilluar. Do bëjmë çdo gjë që në këtë qytet të gëzoni shërbimet më të mira, të gëzoni infrastrukturën e cilësisë më të lartë, të shtrohet të një qendër të vërtet universitare. Do bëjmë gjithçka që Lushnja tjetë gjithashtu një nga qendrat më të rëndësishme turistike të myzeqes dhe mbarë Shqipërisë. Së bashku ja dolem që vite kaluar fermerët e Lushtjes, fermerët e mbarë Shqipërisë të dyfishojnë eksportet e prodhimeve të tyre. Së bashku ja dolem që këto vite të dyfishojnë pensionet e fermerëve të Lushtjes dhe mbarë Shqipërisë. Së bashku ja dolem që këto vite të dyfishojmë rrogat administratës shqiptare. Së bashku ja dolem që këto vite të mbidyfishojmë ndihmën ekonomike. Shqipëria është nga më të paktat vende në të cilat në kulmin e krizës ekonomike, financiare, europiane dhe botërore, papunësia jo vetëm që nuk u rrit. Në këtë fushat ju jeni drejtues të saj, ju jeni udhëheqës të saj, ju jeni projektues të saj, ju jeni epiqendra e saj. Dhe kjo është një vërtetë e madhe, sepse në mençurinë tuaj, në dhimbjet tuaja, në sakrificat tuaja, në njohuritë tuaja, qëndron problematika, zgjidhja e cilës do të bëjë Lushtjen qytet modern, do të bëjë Shqipërinë vend i zhvilluar. Prandaj dhe për ne ju jeni të parë dhe ju ftoj që ta shtrojmë këtë muaj në muajin e meditimit të thellë, në muajin e debatit të madh, të dialogut konstruktiv, për të përcaktuar të gjitha përparësit, të gjitha mangësit, të gjitha projektet që duhem për të ndryshuar jetën tonë, jetën tuaj, jetën e fëmijëve tuaj. Kjo është fushata jonë, fushat që bazohet para gjithash në moralin tuaj qytetar njerëzor. Ndaj dhe
jam këtu për të bërë thirrje të gjithë mbështetësve, simpatizantëve të koalicionit për qytetarin në këtë fushat të mbajnë parasysh, të kenë për yll polar, moralin qytetar, të shmangin çdo tension, çdo përplasje. Sikundër, u bëj thirrje të gjithë shqiptarëve. Le të zhvillojmë ne fushatën më të qytetëruar, fushatën e vlerave të vërteta. Zonja dhe zotri, krahas kësaj fushate, po zhvillohet fushata e rrugës së vetme. Rruga e vetme është rruga e mallkimeve, e shpifjeve, e hakmarrjeve, e cila s'ka asgjë të përbashkë me vlerat e shpirtit tuaj, me interesat tuaja, me interesat e fëmijëve tuaj. Le t'i them këtu Zotit Rama, qytetarët kanë nevojë për projekte, qytetarët kanë nevojë për shkolla, qytetarët kanë nevojë për kopshte, kanë nevojë për rrugë dhe rrugica të asfaltuara, kanë nevojë për sistem vaditje dhe kanalizimesh, kanë nevojë për tregje, kanë nevojë që djersa dhe mundi tyre t'i shpërblejnë në mënyrë të merituar. Ndaj dhe këte fushat, le ta shtrojmë në fushat e alternativave, t'u japim atyre mundësi të zgjedhin, jo midis projektit për ta dësharjes, jo midis fyrjeve, sepse ato janë që të gjitha dëshmi e një dëshprimi të thellë, dëshmi e faktit e një varfërie ekstreme në argumenta, e një varfërie ekstreme në vizion, në parashikim, por dhe një mungesë e madhe respekti për qytetarët tu. Kalon nga një qytet të tjetër. Çfarë u thot? Kudo që shkon u thot se kryetar bashkie ka qenë Sali Berisha. Në Tiranë u tha s'ka qenë Edi Rama. Në Elbasan u tha është Sali Berisha. Në Vlorë është Sali Berisha. Kudo? Mor zotri, qytetarët kanë votuar dhe e din për ke kanë votuar, e din pse kanë votuar për kryebashkiak të tyre. Ti mund të thuash sa të duash që është Sali Berisha, po ata duan projekte, ata duan zgjidhje. Ndaj dhe e kanë bërë mendjen e tyre, po presin me padurim 8 majnë në mënyrë që do t'japin edhe fundin e ri që meriton. Rrëf Shiu, rrëf Lushnja, rrëf Shqipëria. Sot është qyteti më i sigurt në Shqipëri, duke garantuar shërbime të shpejta me tërësi për qytetarët, shqiptarët private e bizneseve, duke krijuar për tokë një klim të rrejtëse për investimet e tyre. Ne jemi sot këtu bashkë për të garantuar zgjedhje të mira të çdo qytetar, të shpreh me votën e tij, vullnetin e tij, të shpreh vendimin e tij dhe së bashku, ju jeni të parë dhe së bashku, Aleanca për Qytetarin të ndryshojmë Lushnjën. Logo jonë është së bashku për Lushnjën. Ju jeni të parë. Unë ftoj 8 maj të votojmë për Aleancën për Qytetarin, të votojmë për qytetin tonë, të votojmë për të ardhmen tonë, të votojmë për Lushnjën, së bashku për Lushnjën.